Disa profesione sigurisht janë më të prirur që mos zëvendësohen nga inteligjenca artificiale. Le të marrim unë jam i pari herë që rrezikoj të zëvendësohem, një inxhinier biomjekësor, Ermandi, sot ka dalë një Ermand ai që mua do më nxjerrin pension. Ndërkohë, mjekët për shembull, absolutisht inteligjenca artificiale nuk i zëvendëson dot, sepse një mjek i cili bën një shkollë për 10 vitesh përfshir specializime të tjera, si mund ta zëvendësojë ai një mjek? Apo të bësh kirurgji vetëm me kirurgun digital me një sistem robotik, por nuk patë një kirurg që ta menaxhojë? Një profesion tjetër, infermierët, e pamundur që të zëvendësohen. Psikologët, nuk mund të kemi një psikolog digital që të jetë shumë efektiv tek një pacient. Duhet patjetër një psikolog i cili pikërisht pra është një psikolog ose neuropsikiatër që të zgjidhja me argumenta të ndryshme ndaj një pacienti, pra të japi argumenta të cilët janë të vlefshme. Profesioni i hidraulikut është e pamundur të zëvendësohet. Një elektricist i talentuar është e vështirë të zëvendësohet. Logjikisht na shkon mendja që nuk mund një AI, një sistem robotik nuk mund ta bëjë punën e një hidrauliku. Tjetër gjë, një gazetar apo një moderator shumë talentuar është e pamundur që inteligjenca artificiale ta zëvendësojë, sepse një gazetar dhe një moderator i talentuar e jep lajmin me emocione, me ndjenja, duke atraktuar pikërisht pra publikun apo ndjeksin, ndërkohë që inteligjenca artificiale ka vetëm një formulë. Është precize, është e saktë, nuk gabon gjuhë matematikore, por formula të kesh një gazetar digital që t'ja bëj të flasi, edhe ato që do e ndjekin lajmin pastaj do jenë robot. Woo!